Modelin zgjedhor dhe ndryshimet e mundshme në kodin zgjedhor do t'i diskutojmë me koordinatorin e grupit parlamentar të koalicionit Vlen Bekim Qoku, cilin e kemi të ftuar në studio. Biseden me të do ta zhvilloj kolegu ynë Recep Kamil. Recep, fjala për ty dhe për ftuar. Faleminderit Gazmend. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhi. Jemi në këto momente koordinatori i grupit parlamentar dhe njëherët deputeti i koalicionit Vlen Bekim Qoku. Mbrëma. Siç patët mundësi të dëgjoni edhe pak më herët, aktualizohet dëshira e kakmoshme për të ndryshuar modelin zgjedhor, kësaj radhe nga partitë maqedonase, ndërsa pyetja e parë është, a është e mundur që të ndodhë kjo apo jo? Natyrisht është e mundur, por për këto lloj ndryshimesh do të ketë një konsensus gjithëpërfshirës, e kemi thënë si Vlen. Këto ne bëjmë analiza se si do ishte përfaqësimi demokratik më i mirë për gjithë komunitetet edhe për gjithë palët e interesuar. Pra nuk është mirë të flitet për interesa shqiptarëve, për interesat maqedonase, sepse kjo është, ne jetojmë me një shtet unitar dhe duhet parë përfaqësimi demokratik njëherë, sepse nëse shkojmë me interesa shqiptare është thjesht një populizëm edhe nuk do kemi asnjë një zgjidhje të pranueshme nga gjitha palët. Kështu që kërkohet jemi për një debat ku do të përfshihen ekspertë të ndryshëm, politikanë të ndryshëm që të bëjmë më të mirën sistemin më të mirë të mundshëm. Për shkak të kufizimit të kohës në ditarin qendror, për çfarë më konkretisht bëhet fjalë, me çfarë konsensus gjithëpërfshirës parashikohet? Po edhe një herë, pra shoqëria jonë si shtet unitar ka brishtsinë e vet, shpesh ndodhin që situata ndryshme të kenë implikime konfliktesh edhe mosmarrëveshjesh ndëretnike. Kështu që prandaj ne jemi një shtet shumë etnik, multikonfesional, multikulturor dhe është shumë e vështirë që të bëhet një diktat për çfarëdo lloj teme që i përfshin të gjithë këta, siç është kodi zgjedhor. Pra kodi zgjedhor i përfshin të gjithë, kështu që të gjithë duhet të kenë edhe pjesëmarrës në debatin që mos keq përdoret për partitë ndryshme, mos e keq përdorin këtë mekanizëm për të përfituar vetëm ata. Përveç VMRO dhe PMN-s dhe PLD-LD-s, a janë të gatshme dhe partitë qeveritare, këtu ju pyes juve sepse juve ju kanë përballë, edhe Vleni si pjesë e koalicionit qeveritar që të mbështesë të themi ndryshimet eventuale të modelit zgjedhor me një njësie zgjedhore. Edhe një herë, nuk mund ta themi që tani, sepse kjo do një analizë, pra nuk kemi një vendim jo vetëm për një njësi zgjedhore. E keni diskutuar në koalicionin Vlen? Është diskutuar, po jo shumë, sepse vërtet na duhet një ekspert, nuk është vendim që e merr një politikan apo një grup i vogël politikanë, shpau konsultu me ekspertë të ndryshëm, me grupet të interesit. Po shqetësimi kërkon një debat që të merret një vendim jo thjesht sa për të shpëlar gojën, po të jetë vërtet një vendim qëndror. Jo, shqetësimi qëndron te numri mandatëve. Pra, si janë më mirë të shpërndahen votat e qytetarëve, në veçanti tani flasim për votat e shqiptarëve. Pra, në një njësi zgjedhore, siç kërkohet tani në këtë iniciativën e fundit, apo në 3, 6 apo 8 njësi zgjedhore, siç është kërkuar edhe më herët, që përmendjet e zgjedhjen sjellës se ka disa parti. Pra, thjesht si është më mirë për mos të humbur mandatet. Edhe një herë, pra këtë përpiqem ta them edhe një herë. Nëse dikush thotë ta bëjmë një sistem zgjedhor që do përfitojnë shqiptarët, kjo nuk do ndodhe, sepse çfarë do ndodhte nëse VMRO ose LSDM-ja do thoshte të bëjmë një sistem që do përfitojnë vetëm maqedonasit. Prandaj thjesht është një lloj populizmi këtu kur shprehim këto lloj deklaratash. Edhe sikur të ishte kështu, nuk duhet thënë kaq eksplicite që me këtë sistem përfitohen shqiptarët. Po është thënë më herët shumë debate po prandaj s'do bëhet kurrë. Pra, duhet bërë një sistem ku ne do përfitojnë të gjithë në mënyrë sa më të barabartë të mundshme. Analizë keni pas, bisedat paraprake në koalicionin Vlen. Po, më falni se pak ndoshta edhe shpejt flas për shkak të minutazhit. Pra mua më intereson në këto momente të cilët ju jeni si lider, si përfaqësues të Vlenit, çfarë është diskutuar sa i përket numrit të mandateve, se gjithmonë është të mos humben numër mandatet shqiptar. Në këtë çfarë është thon feedbacku brenda partisë? Janë disa metodologji të ndryshme. Pra, në diskutim janë ndarja me 8 njësi, sipas ndarjes të zhvillimit të barabartë rajonal, ku janë 8 njësi nëpër Maqedoni, nuk është ndarje administrative, jo janë thjesht për zhvillim barabartë rajonal. Tjetra është 3 njësi ku njësia 1 dhe 2 bëhen bashkë, 3 dhe 4 bëhen bashkë dhe 5 dhe 6, pra janë këto propozime që janë, edhe një njësi, po edhe me një njësi
shumë e rëndësishme janë edhe... Diasporën. Jo, janë edhe pragu, që është shumë i rëndësishëm, edhe të zëmë sistemi se ne funksionojmë me dontë. Pikërisht, ti spjegojmë qytetarëve shumë shkurtimisht çka është modeli dontit. Donti janë formula ku favorizohen partitë e mëdha dhe partitë e vogla që nuk arrin një lloj pragu caktuar. Votat e tyre themin e digjen dhe ju shkojnë kryesisht partive të mëdha. Pra partitë e mëdha caktojnë një farë mënyre edhe në numrin e votuesve për deputet dhe kjo favorizon partitë e mëdha. Tani nëse parashtroj pak më ndryshe pyetjen, kush është humbës ose kush është fitues me më pak njësi zgjedhore, a kemi përgjigjen? Po, do varet edhe një herë nga pragu. Ideja është që me prag të lartë, pra nëse është 5%, favorizohen kryesisht partitë politike të mëdha. Nëse pragu zbret në 4, 3 e 2%, favorizohen pra partitë edhe që janë të vogla, sepse me 2% mund të kalojnë edhe një parti që është... Pra janë nuk është kaq e thjeshtë, është e komplikuar, ka shumë variabla dhe këto duhet diskutuar jo vetëm në rrafshin politik, por edhe në atë të ekspertëve për ta parë se cili do ishte. Jo rastësisht ju pyes se çfarë është. Po, edhe unë jo rastësisht ju përgjigjem, do thotë që të shohim se cili model do ishte më i miri. Më i mirë, më i përshtatshëm dhe më i pranueshëm edhe një herë. Mos bëjmë folklorizma ku do themi kështu, po duhet gjejmë një model. Absolutisht nuk jeni për të humbur numri mandateve. Absolutisht, natyrisht. Prandaj ne nuk ngutemi me këtë. Ne nuk ngutemi për dhënë një model i cili edhe sikur na favorizonte një grup etnik, nuk do ndodhte. Edhe sikur të shumë debate më më herë me këtë, po edhe sikur të dilte deri më tani nuk e ka përkrah. Po pra, sikur të dilte një model që të favorizonte edhe partitë të tjera, domethënë etnitë të tjera, edhe ne nuk do ishim dakord, sepse për ndryshimet e tilla kërkohet gjithmonë një konsenzus. Pra, nëse nuk kemi 2/3 edhe ku përfshihen edhe etnitë të tjera, pra nuk është me badenter, po gjithmonë kërkon një lloj konsensusi këto lloj ndryshime që nuk bëhet pa të, sepse me kodin zgjedhor ndërhyn edhe OSBE-ja Odiri, ndërhyn edhe faktori ndërkombëtar, pra është thuajse e pamundur nëse vetëm një palë, çfarë do qoftë ajo, qoftë etnike, qoftë fetare, qoftë partijake politike, ta ushtroj vullnetin e si do t'ja bëni me diasporën, jo rastësisht ju pyetja, pra, domethënë, cilat janë projekcionet, atë që është biseduar te koalicioni Vlen ose te këtë përbërje aktuale të qeverisë, pra, si do të konvertohen votat e diasporës? A kemi doni parashikim tani? E di se është herët zotri Qoku, po a kemi një parashikim parapërsisht se si do shpërndahen ose konvertohen votat? Si është më mirë të shpërndahen respektivisht? Pra, në një njësi zgjedhore apo të jenë veçmas? Edhe njërë kemi këtu në dy raste, për shembull, kryeministri është pyetja foli edhe për zgjedhjet lokale, sepse aktualisht ligji mundson diasporat votojë vetëm për presidentin dhe për zgjedhjet parlamentare, po edhe aty ka kushte, duhet një numër i caktuar të regjistruar që ato vota të jenë të vlefshme dhe të jenë të efektshme. Ndërsa për zgjedhjet lokale ne nuk kemi në ligj, nuk parashikohet mundësia e votimit nga diaspora. Por edhe këtu base duhet bërë një ndryshim ligji në kodin zgjedhor ku do të përfshihen, domethënë, të gjitha nivelet e zgjedhjeve, si lokale, si të përgjithshme, si presidenciale, të kemi si ta them, predispozit të njëjtë që të vlente për gjithë. Natyrisht ne kemi diasporë shumë të madhe si etni, si kombë, dhe do ishte natyrisht shumë e mirë se ardhur sikur ajo të kishte drejt votonte në të gjitha nivelet, këtu edhe atje, në për ambasada, domethënë në për gjitha. Po votat e tyre të konvertohet te një njësi zgjedhore. Te një njësi zgjedhore natyrisht do ishte mrekullueshme, sepse domethënë neve e dim rolin e diasporës që ka këtu me remitancat edhe me gjithë kontributin që ajo i jep këtu. Si që thashë edhe pak më herët, koha është e kufizuar, po ishte ideja të kapemi për çështjet aktuale. Sigurisht se kam edhe shumë pyetje për t'i parashtruar në lidhje me çështjeve ose të themi aktuale në vend, duke filluar me propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, për përfaqësimin e duhur ose jo të duhur, edhe ajo është aktuale gjatë punësimeve në kuadër, domethënë gjatë punësimeve që janë bërë kohëve të fundit, për Taravarin, për atë sa është stabile kjo qeveri, por për në fund, shumë shkurtimisht, a mundet të më përgjigjeni se deri ku arritet me mbledhërin të themi për t'i marrë ose për t'i përfituar ato 3-4 deputetet e Frontit Evropian për të ardhur në Vlen apo më konkretisht në qeveri. Deri ku jeni me negociatat? Në Vlen hë për hë nuk mendojmë që të vinë deputet, por në shumicën parlamentare janë nga të parti
politike të ndryshme që kanë shfaqur interesimin të bashkohen opozitës sepse kësaj të majorancës, sepse opozita duke që është përqa edhe nuk gjen një gjuhë të përbashkët. Në sa persona jeni? Kështu që bisedohet për 3-4 persona, 3-4 deputet që kanë shfaqur interesimin, edhe besoj që disa do edhe shumë shpejt. Këto ishte pyetja e fundit, kur mund të presim të ketë rotacion deputetësh aq shumë të përmendur? Janë negociata që bëhen edhe me qeverinë, pra me kryeministrin, po bëhen edhe me figura politike, domethënë që janë krenat e vlenit, që bisedohet për modalitetet më të mira që si ato do integrohen në shumicën parlamentare, edhe në ekzekutiv. Faleminderit që ndat kohë për të vëmendje. Ju faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që u përgatita. Gazmend, fjala për ty.